Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për muajin prill edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit mars, sepse ende s'ka përfunduar, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Më falni dhe shohim se si do jetë ky muaj në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë, fillojmë me javën e parë. Këtu kemi të bëjmë me kartën e të dashuruarve, kemi të bëjmë me energji toke, por kemi të bëjmë dhe me energjitë shenjave të ajrit. Gjithsesi ju shoh që ju në fillim të javës në lidhje me dashurinë shoh që do ndjeni shumë të dashuruar. Ndoshta do keni një njohje të re dhe do ndjeni që ky person është vërtet person i jetës tuaj. Në lidhje me pjesën tjetër shoh që jeni të bekuar nga universi në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet që ju keni, por duhet keni kujdes sepse keni një gjarë për këtu. Keni një person, një armik që e lufton këtë dashuri. Dhe për një pjesë tjetër ka lidhje me partneritete. Mund të jetë një partneritet te vendi punës. Mund të jetë një bashkëpunim ose në lidhje me karrierën tuaj, ku një person dëshiron t'ju ndihmojë, se ju ndjeni një pjesë prej jush mund të ndjeni sikur si të humbur në lidhje me punën, por është një person që ju jep dorën për t'ju ndihmuar. Por këtu duhet keni kujdes në lidhje me një person, me një gjarpër, me një armik, thash. Dhe në mesin e javës ju shoh që ju do arrini të stabilizoni gjithçka. Në lidhje me dashurinë, shoh një bashkëpunim me këtë person, do ndjeni më mirë, jeni duke kapur këtë dashuri dhe duke menduar seriozisht në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndërsa për një pjesë tjetër, shoh që ju do merrni një shumë të konsiderueshme parash, ose mund të jeni duke menduar për të bërë blerje në një shtëpi, blerje në një makine, ose ju mund të bëni blerje për fëmijët tuaj, të investoni te shtëpia juaj, por mund të bëni dhe blerje online në mesin e javës. Dhe shoh që mund të bashkëpunoni me dikë, duhet keni kujdes në një blerje sepse shoh një person, është një person që dëshiron të futet midis këtij partneriteti. Partneritet quhet kur ju dëshironi të bëni një blerje dhe personi tjetër bën shitjen e një apartamenti, të një objekti ose diçka tjetër. Dhe këtu ju shoh që një person dëshiron që ta prishi këtë blerje që ju do bëni. Në fund të javës shoh që ju keni kaluar për një kohë të gjatë, shumë stres, tension, një pjesë për jush mund të kenë një muaj, pjesa tjetër mund të kenë edhe deri në 10 vjet që kalojnë vështirësi. Dhe unë shoh që ju do çliroheni nga këto situata me marrjen e disa parave, mund të jetë edhe një trashëgimi ku merrni disa para. Ju do arrini të jepni fund këtij stresi dhe tensioni që ju ka shoqëruar për një kohë të gjatë. Dhe kjo ka vlerë si në lidhje me njohjet që keni, për gjithë ata që kanë kaluar në këto situata, në lidhje me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër në lidhje me shëndetin, në lidhje me dokumenta të ndryshme, ose edhe në lidhje me punën, nga ana ekonomike. Ndoshta ju keni kaluar një kohë të gjatë stres dhe tension në lidhje me një shtëpi, ose me një blerje, ose me një trashëgimi që mund të keni pasur. Gjithsesi fundi javës shoh që çliroheni nga këto situata dhe bëni fillime të reja. Dhe shohim javën e dytë. Atëherë në javën e dytë kemi të bëjmë me asin e shkopinjve, energji zjarri, përsëri energji zjarri dhe kemi energji uji. Për gjithë ata që do futen në një njohje në javën e parë, ju shoh në javën e dytë jeni duke kapur dhe duke menduar seriozisht të dy personat në lidhje me këtë njohje, për ta çuar para, për t'i dhënë një zhvillim më të mirë kësaj njohje ose lidhje. Për pjesën tjetër, gjithë ata që janë në njohje, lidhje ose marrëdhënie, ju shoh që ndjeni më të sigurt
për të ecur përpara në lidhje me personin që keni në jetën tuaj. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh kontrata të rëndësishme në lidhje me këto partneritete, sepse shoh që ju do të çliroheni nga disa situata të vështira në fund të javës së parë dhe në fillim të javës së dytë ju harrini të lidhni këtë kontratë. Dhe shoh përsëri dhe në mesin e javës kontrata, mund të jenë kontrata që kanë lidhje me punën, kontrata në lidhje me këtë shtëpi që mund të merrni, të bleni ose të shisni ose nuk e di. Për pjesën tjetër mund të jenë kontrata për jashtë shtetit, për një punë jashtë shtetit. Për disa të tjerë mund të jenë kontrata ekonomike në lidhje me biznese ose diçka tjetër. Gjithsesi ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja, keni një energji të jashtëzakonshme, do t'i shikoni gjërat më me pozitivitet, më me entuziazëm, do jeni shumë karizmatik gjatë mesit të javës dhe në fund të javës shoh që do keni oferta, sepse e gjithë kjo energji që do shfaqni do bëj që ju të tërhiqni persona rreth vetes dhe ju shoh në flerte, në romanca në fund të javës parë. Për një pjesë për ju jeni të vendosur në lidhje me një person që ndoshta flirton me ju ose ju flirtoni me këtë person. Dëshironi vërtet të bëni një fillim të ri. Ndërsa për disa të tjerë do keni lajme të mira në lidhje me shtëpinë, me familjen, për një pjesë për jush, në lidhje me këto kontrata që do lidhni gjatë javës së dytë, por shoh që ju do ndjeni shumë mirë të gëzuar, do jeni në lëvizje, por do keni dhe udhëtime në fund të javës së dytë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë në javën e tretë ju shoh që jeni të energjia e zjarit, energjia ujit dhe energjia e shenjave të ajrit. Gjithsesi ju shoh që në fillim të javës tretë, shoh që diçka rrëzohet këtu, diçka ndryshon. Ju mendoni të stabilizoni diçka, të keni një takim me një person dhe unë shoh që ky takim rrëzohet, nuk arrini ta realizoni. Më vjen keq për këtë. Gjithsesi më duhet ta lexoj ashtu si është. Për pjesën tjetër në lidhje me këtë shtëpinë, me një investim, ju dëshironi të bëni një investim dhe nuk harrini ta bëni dot këtë investim, sepse ndoshta s'ju mjaftojnë parat ose del një problem ose diçka tjetër dhe ju sikur përmbyset ky plan që ju keni. Ndërsa për disa të tjerë ka lidhje me stabilitetin e një shtëpie, ndoshta ju keni pritur të merrni një shtëpi, të investoni, edhe ta festoni këtë gjë, të keni një takim, por unë shoh që është diçka që përmbyset në fillim të javës së tretë. Dhe në mesin e javës së tretë, ju shoh që ju do bini shumë të trishtuar. Do t'ju duket sikur nuk keni më ëndra, si nuk keni më iluzione në lidhje me gjërat që doni, sikur po humbasin ato ëndrat tuaja, si në lidhje me dashurinë. Ju duket vetja sikur me përmbysjen e një plani që ju mund të keni pasur, sikur gjithë bota po përmbyset në lidhje me ju, sepse ju shoh që sikur ëndrat pushojnë, ndalen. Iluzionit që keni pasur për të ndërtuar diçka, sikur edhe ato po kështu. Por kjo ndodh vetëm në fillim të javës dhe në mes të javës. Sepse në fund të javës unë shoh që ju do t'i lini mbrapa të gjitha këto vështirësi. Këtë mund ta merrni edhe në lidhje me punën, anën ekonomike, por dhe situata dhe çështje të ndryshme që ju keni, që kanë lidhje edhe me anën emocionale. Gjithsesi, do t'i lini mbrapa të gjitha këto situata në fund të javës, ndoshta keni nevojë të çlodheni, mund të shkoni diku në një vend me ujë për të pushuar. Për një pjesë tjetër, do dëshironi të jepni drejtim, nuk do qëndroni në këto situata dhe në këtë gjendje që mund të jeni në fillimin dhe në mesin e javës, por ju do merrni drejtimin vetë duke çuar gjërat para. Ndërkohë mund të kërkoni dhe diskutime në lidhje me një person, ku diçka, një plan ka ndryshuar, diçka është rrëzuar dhe ju do t'i merrni frenat në dorë dhe do kërkoni të keni një takim me këtë person, por dhe diskutime. Më falni. Për pjesën tjetër ka lidhje me diskutime, në lidhje me një investim, në lidhje me ëndrat dhe iluzionit që ju keni krijuar, me ofertat që mund të keni pasur, po që janë rrëzuar, ju do harrini të jepni drejtim gjithçkaje në fund të javës. Por këtu bëhet fjalë për një drejtim më të mirë. Disa të tjerë mund të jenë në udhëtime, mund të jenë udhëtime për fundjavë, për të kaluar fundjavën, por mund të jenë dhe udhëtime të gjata ose të shkurtra që ju mund të keni. Dhe shikojmë javën e 4.
Atëherë, në fillim të javës 4, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, që jeni dhe ju vetë. Kemi energjitë shenjave të tokës përsëri të zjarit, jo të tokës, të zjarit, dhe kemi kartën e botës. Atëherë, në fillim të javës ju shoh që ju mungon dashuria, ju mungon një dashuri, mund të jeni beqar, nuk gjeni një person dhe thoni që më mungon, do doja të kisha një person në jetën time dhe kjo gjë më mungon. Për pjesën tjetër mund t'ju mungoj një person, ose mund t'ju mungoj një dashuri, një person që ka lidhje me dashurin flasim. Për disa të tjerë mund të ndiheni nga ana ekonomike me pak para në duar, sepse diçka ka ndodhur këtu, diçka ndodh në javën e tretë dhe kjo ju lëm me pak para në duar. Ndërsa për pjesën tjetër ju shoh shumë të lodhur fizikisht, duhet keni pak kujdes me pjesën e shëndetit, sepse gjitha këto situata që do kaloni, këto mungesa që ju do ndjeni, do t'ju bëjnë që ju të ndjeni dhe fizikisht jo të fortë. Mund të bëni dhe një kontroll mjekësor, sepse sugjeron karta këtë, dhe në mesin e javës së 4 ju shoh që ju do t'ju hypni malit me kokë. Ju dëshironi të arrini objektivat, planet që ju dëshironi të keni. Do jeni shumë këmbgulës në lidhje me një dashuri. Në qoftë se ju nuk keni një dashuri, thoni unë do ta gjej një person patjetër. Dhe ju shoh që do ecni para, edhe pse rruga mund të jetë e vështirë, ju do arrini të dilni në maj të këtij mali. Ndërsa për pjesën tjetër do luftoni shumë për anën ekonomike, që ju të rrisni të ardhurat tuaja, që ju mos ngelini me pak para në duar. Dhe këtë do ta bëni të vendosur dhe duke bërë plane afatgjata, duke parë gjërat që ju rrethojnë. Ju duke sikur keni qenë në një situatë sikur po bini në një po të vëmë re këtu personi është duke rënë nga një pemë në një pellg me ujë dhe ju do jeni shumë këmbgulës për t'i çuar gjërat para dhe për të arritur gjërat që ju dëshironi. Dhe kjo ka vlerë edhe në lidhje me fëmijët tuaj, në lidhje me shtëpinë, me punën, në lidhje me anën ekonomike, me shëndetin tuaj për një pjesë tjetër, por dhe me studimet, sepse këtu kemi dhe këtë energji. Dhe në fund të javës së 4 unë shoh që do mbyll në një cikël të vështirë për të filluar një cikël të ri, të lumtur. Dhe gjitha këto peripeci që do keni gjatë këtij muaji, edhe pse ka energjia e fillimit të muajit është e bukur, energjia e javës së dytë është shumë e bukur, duhet keni kujdes, fillimi i javës së dytë, të tretë dhe fillimi i javës së katërt. Por gjithsesi gjërat do ndryshojnë sepse ju do të jepni fund gjithçkaje për të filluar një cikël të ri, një etapë të re në jetën tuaj. Si në lidhje me dashurinë, njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por dhe në lidhje me shtëpinë, me familjen, me punën tuaj, anën tuaj ekonomike, por dhe me gjithçka tjetër. Atëherë marrim një mesazh nga ëngjëjt, pavarësisht se doli kjo në fakt, hajt po e lëm me që doli, sepse karta ra vet. Atëherë këtu jemi te energjia e tokës, jeni dhe ju vetë. Dhe ju thot, është një periudhë që do jetë shumë e lumtur në lidhje me familjen tuaj, në lidhje me dashurinë, në lidhje me emocionet tuaja, me anën ekonomike ku do t'ju japi siguri. Dhe thot, përqafoni magjin, sado gjërat vogla që të mira të vinë në jetën tuaj, quajeni si një magji të bukur dhe përqafojeni këtë magji që do t'ju vinë në jetën tuaj. Dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë, në lidhje me një flert, me një romancë që mund të keni, atëherë kënaquni me këtë gjë. Ose në lidhje me një ofertë që do t'ju vinë, në lidhje me disa para që do t'ju vinë, me një fillim të ri ose kontrata të reja që ju mund të keni gjatë këtij muaji, kapuni mbas momenteve që do keni më të mira në jetën tuaj për këtë muaj dhe mos shikoni këto situata të vështira që mund të kaloni, sepse do jenë gjëra kalimtare dhe ju do të jepni fund gjithsesi në fund të muajit vështirësive për të bërë një fillim të ri. Por bëni gjëra të vogla që ju japin kënaqësi, thot. Është një energji fantastike, një mesazh fantastik në lidhje me ju. Kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithme, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi.
Ju ftoj të ndiqni edhe një herë videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë ju uroj një muaj vërtet sa më të mbar. Kjo është energji e përgjithshme. Ju mund të shikoni edhe shenjën tuaj ascendente, por dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe një mbazitje sa më të këndshme për gjithë ju. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.